Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Vazhdojmë edhe sot me librin Tre parimet të Hoxhës Muhammed bin Abdul Wahhabit rahimahullahu taala. Dhe fillojmë aty ku kemi mbet tek parimi I dytë. Bismillahirrahmanirrahim wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lil muallifi wa li shaykhina wa lil hadirin. Parimi I dytë, njohja e fesë islame me argumente. Ajo është në nënshtrim ndaj Allahut me tauhid, dorëzim ndaj Tij me bindje dhe largimi nga idhujtaria dhe idhujtarët. Parimi I dytë, në parimin e parë, dhe folëm njohja e Zotit. Dhe folëm për këtë parim esencial, për të cilin parim Allahu ka kriju këtë gjithësinë. E në veçanti njeriun, që të adhuron Allahun xhelal, të njeh atë dhe të adhuron. E ta shohim një te parimi I dytë, njohja e fesë islame me argumente. Edhe këtu potencohet fakti I argumentit. Edhe kjo ummetin islam, muslimanët I bën të veçantë kuptimin se fenë e ndërtojnë mbi argumentet logjike, mbi argumentet e natyrshme dhe mbi argumentet fetare. Feja islame nuk është fe e cila ndërtohet vetëm me argumentin fetar, por edhe atë të natyrshmërisë të fitratit, po edhe atë të logjikës së shëndosh. Edhe gjithë këto argumente janë ato që japin fuqi islamit dhe e bëjnë islamin që 15 shekuj me qenë sfidues për botën dhe me qenë I garantuar se ka me vazhdu si fe me qenë e pranishme deri në fundin e kësaj bote. Dhe pastaj fillon me pjesën e dytë të sqarimit. Çka është feja islame? Feja islame është al-istislamu lillahi bit-tauhid. Ti dorëzohesh Allahut me monoteizëm. Dorëzim dhe nënshtrim. Nuk mundet me qenë njeriu musliman nëse krejt qenje e tij nuk I dorëzohet Allahu subhanahu wa taala. Urdhave të tija, ndalesave të tija, kërkesave të tija, caktimeve të tija, krejt çka ka vend pi Allahut, besimtari I vërtet I nënshtrohet dhe I dorëzohet. Me tauhid sepse do thot vetëm atij, e jo edhe dikujt tjetër me të. Wal inqiyadu lahu bit ta'a. Ti nënshtrohet me atij me bindje. Urdhnat që ai urdhnon na I respektojmë. Shifne se çdo pjesë e këtij përcaktimi, këtij definimi jep mesazh. E para ishte dorëzimi. E dyta është domethënë nënshtrimi. Karshi urdhnave, kërkesave dhe ndalesave të tija. Dhe pjesa e tretë është wal bara'atu min ash-shirk. Distancohesh nga idhujtaria si fenomen, si doktrin, si besim, si botkuptim, po edhe nga idhujtarët. Faktikisht këto janë përmend 4 cilësi. Dorëzimi, nënshtrimi, distancimi nga idhujtaria dhe distancimi nga idhujtarët. Kështu bëhesh musliman I plot. Nëse të mungon ndonjë veti për këto vetive, të mungon diçka prej islamit. Njohja përmbledh 3 kategori: Islamin, imanin dhe ihsanin. Çdo nivel ka shtyllat e veta. Do thot, e tani që ky islam I të rëndësishëm, I ka këto 3 nivele për të cilat folëm pak edhe dje: Islamin, pjesën e jashtme, imanin, pjesën e brendshme dhe ihsanin, kualitetin të gjitha këto shtyllat të islamit dhe të imanit, dhe normalisht të thot ka shtylla, edhe për to do të flitet domethënë sepse edhe islami ka 5 shtylla, edhe imani ka 6 shtylla, edhe ihsani sa shtylla I ka? Jo. Ha, dhe një ati? A3? Cilët janë ata? Po dhe kjo është definicioni, domethënë ihsani është ta adhurosh Allahun sikur e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh ai çef ty. Realisht ajo që është qëllimi me ihsanin është të arrish maksimumin të gjitha nivelet e adhurimit. Është kualiteti. Është përshtatshmëria.
Kur flasim termin përshtatshmëri kam qëllim në nivele të njeriut, sepse njeriu nuk është i përsosur, edhe veprimet e tij nuk janë super të përsosura, po ta japsh maksimumin tan. Është një kusht domethënë, është arrihet maksimumi në zbatimin e atyre adhurimeve. Po. Shtyllat e Islamit janë 5. Dëshmia se posa Allahut nuk ka të adhuruar me të drejtë dhe se Muhamedi. Tash Muhamedi flasim për shtyllën për nivelin e parë të Islamit. Cili është niveli i parë i Islamit? Islami vetë. I dyti, i treti, e tash folim për nivelin e parë. Edhe fillon edhe zbërthen shtyllat e nivelit e parë të Islamit si tërësi, si din, që është pjesa e veprimeve të dukshme që quhet Islam, e Islami ka 5 shtylla. Shtyllat e Islamit janë 5. Dëshmia se posa Allahut nuk ka të adhuruar me të drejtë dhe se Muhamedi është i dërguar i tij. Falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit dhe bërja e haxhit në shtëpinë e Allahut. Do të 5 shtyllat e Islamit, elhamdulillah, janë mirë të njohura. Çdo fëmijë që nga familja e tij mëson se Islami ndërtohet mbi 5 shtylla. Argumentet fetare janë të shumta, ajete dhe hadithe. E këtu autori përmend më radh, ashtu sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shahadatu an la ilaha illa Allah, dëshmia se vetëm Allahu meriton të adhurohet dhe askush tjetër veç tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob i dërguar i tij. Falja e namazit, dhënia e zakatit, agjerimi i Ramazanit dhe haxhi i shtëpisë Allahu dhul xhelal, pra që ka mundsi. Argument për dëshminë është ajeti Allahu dëshmoi se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë veç tij. E dëshmuan edhe melekët edhe dietarët. Ai është që mban drejtsinë, nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç tij, fuqiplotit të urtit. Në surën Ali Imran, ajeti 18, Allahu dhul xhelal e përmend këtë fakt: Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allahu dëshmon monoteizmin e tij, se s'ka të adhuruar me të drejtë veç tij. Këtë fakt e dëshmojnë edhe melaqet, edhe dietarët. Ata që mundohen me zbatu drejtsinë në jetën e njerëzimit, me të vërtet s'ka hyni përveç atij, Allahu dhul xhelal, i cili është krenar dhe është i urtë. Pra, ky ajet kuranor është vërtetim fetar se vetëm Allahu meriton adhurimin, por ajo që folëm në 9 pikë e kalume tek parimi i parë se të njohim Allahun, kishte argumente të shumta që tregojnë pse na duhet me njoftë Allahun dhe pse na duhet me adhuru vetëm Allahun subhanahu wa taala. Kuptimi i shahadetit është: nuk ka të adhuruar me të drejtë askush posa Allahut. Pjesa la ilahe mohon çdo të adhuruar posa Allahut, ndërsa pjesa illa Allah mohon se adhurimi takon vetëm Allahut të pashoq në adhurim, ashtu siç nuk ka rival në sundim. Pse ka nevojë me sqaru shahadetin? Sepse zakonisht përkthimi i bëhet i mangët, edhe në gjuhën shqipe, kur e përkthejnë shahadetin la ilaha illa Allah, e përkthejnë s'ka zot tjetër veç Allahut. Në kuptimin terminologjik, sqarimi i këtij definicioni është i mangët nëse e përkthejmë kështu. S'ka zot tjetër veç Allahut. Sepse me s'ka zot tjetër veç Allahut konfirmojmë neve ekzistimin e Allahut si krijues vetëm. Nëse kujtohet dje përmendëm 3 tipare të qenurit Allahut Zot. E para krijuesi, e dyta zhvilluesi dhe kujdestari, e treta domethënë pronari, pronësuesi. E tash, nëse themi na s'ka zot tjetër veç Allahut, ja konfirmojmë këto cilësi vetëm. Ama a adhurojmë na vetëm Allahun, kjo nuk konfirmohet me përkthimin shqip. Ama nëse marrim definicionin arabisht, termi ilah, që është përdor la ilaha illa Allah, nuk ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, e jep kuptimin më të plot. Jo më të plot, por jep kuptimin e saktë. Kuptimi i parë, edhe përktimi i parë është i gabuar, s'ka zot veç Allahut. Është i mangët. Kurse kur themi na s'ka të adhuruar veç Allahut, është kuptimi i plot. Sepse vetëm Allahu është ai që meriton adhurim dhe na vetëm atë adhurojmë.
Dhe për këtë edhe këtu ka ardhur autori edhe e bën sharimin, la ma'bude bi haqqin illa Allah, s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Pse thot me të drejtë? Nëse themi s'ka të adhuruar veç Allahut, fjalia, çfarë kuptimi jep? Dhe nëse themi s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut, çfarë kuptimi jep? A e vëren dikush shpivu dallimin? S'ka të adhuruar veç Allahut, edhe s'ka të adhuruar me të drejtë veç Allahut. Cili është dallimi? Ose njerëzit adhurojnë edhe zota të tjerë, ato që kanë. Domethënë njerëzit mundën me adhuru edhe dikën tjetër veç Allahut, pa ata nuk e meritojnë adhurimin. Nuk adhurohen me të drejtë. E keni qartë dallimin. Do thotë, s'ka të adhuruar veç Allahut është mohim, por realisht ka të adhuruar veç Allahut. Se njerëzit adhurojnë gur, dru, njerëzi, gjin e kështu me radhë. Po ata nuk e meritojnë adhurimin. E kush e meriton adhurimin? Allahu. Andaj ne themi s'ka të adhuruar me të drejtë që meriton adhurim veç Allahut. Ato që adhurohen veç Allahut adhurohen, po s'kan se meritojnë. Nuk është veprim i saktë. Është veprim i gabum. Adhurimi i Allahut është veprim i saktë. Andaj këtu kjo është pjesa pse duhet me sharu la ilaha illallah me la ma'bude bi haqqin illallah, për këtë arsye, me dhon kuptimin e qartë sepse kalumen arabët që njihshin gjuhën arabe mirë, ata s'kishin problem me kuptu se la ilaha illallah e ka kuptimin la ma'bude bi haqqin illallah. Pse? Sepse kur kërkoi ke Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për tyre me adhuru domon Allahun, ata kundërshtoheshin. Pse? Se thoshin kjo nën kupton na duhet milion adhurimin e idhujve. Se edhe përmend Allahu i Madh në Kur'an, e ja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Si ka mundsi krejt zotat mi bën një? Kjo është punë e çuditshme. Ata s'kan mujt me perceptu një gjë tillë. Andaj kanë kundërshtuar la ilaha illallah. Me paskon se la ilaha illallah ka kuptimin s'ka të adhuruar veç Allahut, domethënë çka kaq, atë do thotë me të drejtë pa të drejtë, ata kishin vazhduar adhurimin pa të drejtë i idhujve, edhe kishin përzgjedhur adhurimin e Zotit me to, megjithëse s'kishin shpëtuar nga shirku. Ata dinin se kuptimi i kësaj fjalie duhet me braktis çdo gjë që adhurohet veç Allahut, edhe këtë adhurimet tona me adhuritu vetëm Allahut, sepse vetëm ai i meriton. Edhe vjen mas 10 shekujve, 11 shekujve, 12 shekujve, përzihet kjo meselet e muslimanët dhe ka nevojë për me sharu, me sharim e shtesë, me potencu se njeriu nëse don me kon musliman, vetëm Allahun duhet me adhuru dhe asgjë, as melek, as pejgamber, as njeri të shenjtë, as njeri të ditur, as vorr, as gur, as dru, as yll, as gjin, as melaçe, as gjë, nuk duhet me adhuru bashkë me Allahun xhela. Sepse ato janë shirke, a shirku do thotë e ka fundin shkatrim dynjë dhe shkatrim në ahiret. Dhe pastaj vjen te pjesa e dytë, do thotë ka konfirmim edhe ka mohim, i thuhet në gjuhën shqipe pohim edhe mohim, se la ilaha ka mohim, domethënë nuk ka të adhuruar përveç Allahut, illa Allah ka pohim vetëm Allahu dhul xhelal, që të ja pohojmë të gjitha llojet e adhurimeve vetëm Allahut të Madhërisëm, i cili është një dhe i cili nuk ka ortak as në adhurimet e tij as në pronësinë e tij. Po. Shpjegimi i saj është thënia e Allahut subhanahu wa taala, kur Ibrahimi i tha babait të vet dhe popullit të tij: "Unë jam i distancuar prej asaj që adhuroni ju, përveç atij që më krijoi, dhe që ai do të më drejtoj." Dhe ai, Ibrahimi, e la të përjetshme atë fjalë, besimin në një Zot ndër pasardhësit e vet, me shpresën që ata do të kthehen prej rrugës së gabuar në rrugën e drejtë. Don vjen autori dhe sjell këtë ajet si sharim të këtij definicionit, idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi, kur Ibrahimi alayhis salam kthehet tek baba i monoteizmit, baba i pejgamberëve, Ibrahimi alayhis salam, i cili i tha babas së vet dhe popullit të vet: "Innani bara'un mimma ta'buduna", nun distancohem nga ajo që ju adhuroni. Do thotë e kanë nënkuptuar se adhurimi i Allahut një kërkon distancim nga çdo gjë që adhurohet veç Allahut. Në kohën e Ibrahimit alayhis salam, populli i vet adhuronte njëjtë statuja, idhuj. Edhe Ibrahimi alayhis salam për mi tregue
se besimi monoteist shkakton distancim nga adhurimi çdo gjë veç Allahut, tha inneni bara'un mimma ta'budun, unë distancohem nga ajo që ju adhuroni, për këtë idhujve që ju adhuroni. Illa alladhi fatarani, përveç atij që më ka kriju, fa innahu sayahdin, sigurisht se ai ka me udhëzuar në rrugën e tij, sepse unë atë e besoj, do thotë edhe atë e adhuroj, edhe ai ka me ndihmua me gjetë rrugën e vërtetë, wa ja'alaha kalimatun baqiyatun fi aqabihi la'allahum yarji'un, dhe ngeli kjo fjalia la ilaha illa Allah. Se vetëm Allahu meriton adhurim me të drejtë, askush edhe veç tij. Që kjo fjali ngeli trashëgim tek breza që vijnë pas, që nga koha e Ibrahimit deri më sot dhe deri në kiamet. E ka qëllimin deri tek koha e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe pastaj me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri tek kiameti. Dhe fjala ati thua ju, o i dërguar, o i tharët të librit, e janë të një fjalë që është e njëjtë mes nesh dhe jush, të mos adhurojmë dika tjetër pës veç Allahut, të mos i bëjmë ati asnjë send shoke, të mos e konsiderojmë njëri tjetrin zotër veç Allahut. E në qoftë se ata refuzojnë, ju thoni dëshmoni pra se ne jemi musliman. Ajeti 2 si argument që sjell nga sura Ali Imran, ajeti 64, o ju i tharët e librit, e janë një fjalë të përbashkët mes neve dhe juve, që vetëm Allahun të adhurojmë dhe ati asgjë të mos i bëjmë shirk, dhe të mos e llogarisim njëri tjetrin zot përveç Allahut, e nëse ju ja ktheni shpinën kësaj thirrjeje, atëherë ju jeni dëshmitar për ne se na jena musliman, dhe domethënë na e adhurojmë Allahun një dhe ati nuk i atribojmë shok. E kjo është domethënë ajo pjesa e distancimit nga idhujtarët. E janë në fjalën e përbashkët në tauhid, në la ilaha illallah. Nëse ju refuzoni, atëherë na distancohemi për juve, po ju jeni dëshmitar para Zotit, para historisë, para njerëzimit, se na jena muslimanë e vërtet, edhe ju e refuzuat këtë ofertë që vadham na juve. Argumenti i dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut është ajeti: juve ju erdhi një i dërguar nga Allahu juaj. Ati i vjen në rënd për vuajtjet e juaja, sepse është lakmuesi rrugës së drejtë për ju. Është i ndjeshëm dhe i mëshirshëm ndaj besimtarëve. Tani kalojmë tek argumentet për pjesën e dytë të shahadetit. Do të thotë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i Allahut. Ajeti kuranor surën Tauba ajeti 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina rauf rahim. Është dëshmi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ardhur nga mesi i popullit vet, mirë po, ajo që ka qenë veçoria e tij se ka qenë brenga dhe mërzia për gjendjen që ka qenë populli vet, dhe ajo është mundua ta shpëton popullin vet nga idhujtaria, nga kjo gjendje mizore që ka qenë ai popull, duke e thirrë në besim monoteist. Pastaj thot bil mu'minina raufur rahim, ky pejgamber ishte i mëshirshëm dhe i kujdesshëm për besimtarët. Kuptimi i dëshmisë se Muhamedi është i dërguari i Allahut është të respektosh urdhëresat e tij, të besosh në lajmërimet e tij, të largohesh nga çdo gjë që ai e ka ndaluar dhe çortuar, dhe të mos adhurosh Allahun përpos se si ai të ka urdhëruar. Domthonë, kur themi na ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është dërguari i tij, e para e kuptojmë se ai është njeri, sikur se gjithë njerëzit të tjerë. Nuk është mbi njeri. Është njeriu më i mirë, po është njeri. Han, pin, flen, lodhet, mërzitet, gëzohet, qesh, qan, a kupton, ec, punon, njeri, sikur se këtë njerëzit. S'ka cilësi mbi njerëzore, është njeri. Por çka ka tepër, e ka epitetin Rasulullah, i dërguari i Allahut. Allahu e zgjodhi nga mesi i njerëzve dhe ngarkoi një detyrë, një obligim. Cila ishte detyra dhe obligimi i tij? Fjalët e Zotit që vijnë përmes Xhibrilit alayhis salam, m'ia shpëndon njerëzimit. Edhe m'ia sqaru. M'ia bot qarta edhe m'ia bot kuptueshme. Andaj kur ballafaqohen besimtarët që besojnë Allahun e Madhërisëm dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është vule pejgamberëve, atëherë ata përballë këtij njeriu kanë disa detyra. Cila janë ato? E para, në çdo urdhën që na urdhon, na me e respektu. Na me zbatu. E dyta, çdo ndalesë që na ndalon, na më u largu prej saj.
E treta, të gjitha veprimet tona në fe, mi bo si pas udhëzimit të tij. Andaj, të zbatojmë urdhat e tij, të largohemi prej ndalesave të tija, dhe të adhurojmë Allahun si pas ligjit që ai na ka sjellë, si pas shariatit të tij. Kjo është kuptimi i pjesës Muhammedu Rasulullah. Është njeri i rëndomt, por në pjesën e shpalljes e kemi obligim me zbatu urdhat e tij, mu largu prej ndalesave të tija dhe me adhuru Allahun sipas udhëzimit të tij. Argument për namazin, zakatin dhe sqarimin e tauhidit është thënia e Allahut. E duke qenë se ata nuk kishin të urdhëruar me tjetër veç që të adhuronin Allahun me një adhurim të sinqert ndaj tij, që të largohen prej çdo besimi të kot, të falin namazin, të japin zakatin, se ajo është feja e drejtë. Unë tash këtu në autori e sjell një ajet ku flet edhe për namazin, edhe për zakatin, edhe jep një shërim shtesë të tauhidit. Ata njerëzit nuk kanë urdhëruar me asnjë urdhër tjetër përveç se të adhurojnë Allahun me adhurim të sinqert. Andaj tauhidi, adhurimi i Allahut, këtu është potencuar liya'budullaha, që të adhurojnë Allahun mukhlisina lahu-ddin, me fe të sinqert, hunafa, dhe të jenë besim drejt. Do thotë këtu vetë formulimi i ajetit kuranor ka mesazhe. Adhurimi i Allahut është konstant, ka vazhdimsi, liya'budullaha, që ta adhurojnë Allahun me vazhdimsi. Me sinqeritet, kjo adhurim të jetë i veshur vazhdimisht me petkun e sinqeritetit, mukhlisina lahu-ddin. Nuk pranon kjo adhurim syefaqësi, nuk pranon shtirje, nuk pranon aktrim, artist. Feja s'pranon me kon artist. Ja ije, ja sije. Për shembull në futboll, mund është me kon artist. Me aktru se luan futboll mirë, po kur ti në terren, merret vesh se ti s'ki haver. Por edhe në lojë ka aktrim. Ata që janë profesionalista, domethënë aktrojnë. Ama në fe s'ka aktrim. Ti s'mund me shku në xhami si artist me hi. Me aktru namazin. O falesh e s'falesh. Pse? Se nëse shkon ti në xhami mu fal si aktor, e fal një namaz 2-3, edhe mos falesh. Se nuk mundesh me aktru adhurimin e Zotit, se adhurimi nuk pranon aktrim. O e bën ose bën. Ç'a du me thonë me këtë? Du me thonë se nëse ndodh që dikush për neve falet një kohë dhe e lën, do të atë kohë që është falë se koni sinqert. E ka bë për hatër të babës, për hatër të nanës, për hatër shoqënisë, për hatër vllajt, për hatër. Se ka bë për hatër të Zotit. A dhe ka lënë. Andaj mesazhi jem është për gjithë na që jemi këtu. Nëse i rrim gati namazit, ndesh shtëpi, ndesh në rrugë, ndesh shkollë, ndesh shëtitje, ndesh Shkup, ndesh Gjermani. Kudo që je, atër thi adhurimin Allahut e kitë sinqert edhe kitë plot. Ama nëse kur je në shtëpi falesh, kur je në shkollë s'falesh, nëse kur je në Shkup falesh, kur je në Gjermani s'falesh, nëse kur je në Shkup falesh, kur je në Skozion nuk falesh, nëse kur je me shok që falen, falesh, kur je me shok që s'falen, s'falesh, atër adhurimi jot nuk është i sinqert. Kjo është mesazh shumë i rëndësishëm për ju. Edhe atë që dësha me valon si amanet, që në vllazni, ju jeni të ri, po sot e ndërtoni ardhmërinë tuaj. Nëse jeni sinqert me Zotin tek meselja e namazit, këtë minet e dynjos e të ahiret keni mi marrë nëpërmes namazit. Nëse nuk jeni serioz me namazin, flejni sabah, kur duni futball u ik tash dimit namazi, kur delni me shetit, shkon thiri që një shkoj akshami, edhe s'kam ku mu fal, se larg xhamia, larg. Nëse ju ik namazit, ta dini e keni hub bereqetin e dynjos e të ahiretit. Ki shku në qendër tregtare, ki shku para e qindije, shu shetit, thiri e qinia, u afru akshami, se ke fali qinin. Shko me rabdes, fali ku të më ish? Më një qosh, Allahu Akbar, fale. Nuk duhet me të ardhë mare, as nuk duhesh me u tut, as nuk duhesh me u shqetësu. Namazi për ty të më konë seni ma i madh në jetën tonë.
në korridor falo, në udhë, më një qosh, ku do koftë falo. Mos e lë namazin, parking. Gjejven, falo. Mos lejo me tik namazin. Muslimani si ti bëjë 15 vjet, e hyn mbylyk, e ka obligim ta fal çdo namaz në kohën e vet, çdo namaz. Dhe nuk ka arsye para Allahut me ik asnjë namaz. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men fatahu salat al-asri ka'annama butira ahlu wa malu. Kujt i ik namazi i qenis është e njëjtë sikurse me ju mbyt këtë familja dhe me humb këtë pasurinë. Një namaz me të ik. Për shembull me të ndodh një aksident edhe këtë familja jote vdesin. A është mërzi e madhe? S'ka mërzi më të madhe. Në botë nuk ka mërzi më të madhe se këtë familjen me humb me një aksident. Po lene shtoja kësaj edhe këtë parë që i ki pas, pasurin, me shpije, me kere, me toke, me dyqane, me parë këtë mi humb. Kur gjë nuk është krahasim me tik një namaz. Andaj amanetin që valoj juve është kjo, rini gati namazit. Ku t'jeni? Për juve me kom prioriteti më i madh namazi. Hiç nuk duhesh me mendu dy herë unë çka namazi. Shkollë, namazi, pauzë. Pushim, këtë kanë gale me dalë me bo një muhabet, ti mera abdesin dhe i gati. Vjen pushimi, Allahu Akbar, e fal farzin e drekës dhe farzin i qenis, edhe masën e, si t'ka vakt me bo muhabet, masim s'ka vakt, e ki kry obligimin tanë. Në shkollë, në punë, qarshi, në rrugë, në qendër tregtare, në autobus, në tren, në aeroplan, ku do që ndodh, do shmu falë. Elhamdulillah, Allahut na pese e kena nisë mu falë si fmi, kur se kena lënë namazin. Hiç, asnjëherë. U thëshmi përpara me shkuën në studime, ka Turqia, me autobus ka Bullgaria, e bëshim plan. Kur të nalët autobusi, me falë akshamin edhe Yasin. Edhe si u nalë ka autobusi në Bullgari stacionin e parë, na shkëshmi, me shme abdes edhe Allahu Akbar u fashme. E na shefshin do pleq, edhe do plaka, musliman ata namazia, ama nuk të fashe. E thëshin sa mirë që u falë aty, po, që u falë edhe ti? Po nuk si mu falë, po, s'ka si mu falë. Gjindësh edhe falësh. Në autobus, në aeroplan, në ka bo vaki mu falë. Në aeroplan. Se ti ik sabaj, si mos të pune sabaj, se dreka i qenia, apet kombinon aksham Yasia. Ma sabaj, është problem, se u thënë natën. Mërshmi abdes edhe urshmi në karikët e aeroplanit. Edhe prishmi sabaj. Heke sabaj, Allahu Akbar. Do të shmi ka kibla, e pastaj, veç aeroplanet e Saudis, maherët tash nuk është, maherët kanë pas vend në aeroplan për mu falë. Shok, si një lloj boshllëku. Që mu qutin mu falë atje në kom. Ama aeroplanet tjera jo, po na ult. Kishish me ka është kibla, veri lindja për shembull. Edhe, u do të shmi ka kibla Allahu Akbar, pastaj vazhdojsh me namazin me isharat të fash me ult. Ama se lish me namazin. Që sot për ju është ma lehtë, sepse elhamdulillah simboli namazit u ka ngrit shumë nalt e nalt. Alhamdulillah, Allah e shpërblet hoxhallar që kanë folë për namazin dhe kanë bërë domethënë të rëndësishëm. Edhe rinia jonë sot falet, elhamdulillah, e shefti ka mos domethënë rrugës, domethënë në qendër tregtare, ka mos i sheftu fal. Ama nuk duhet me në ardhë marrët, nuk kanë krenar na që e falin namazin. Pse? Sepse suksesi, bereqeti i jetës sonë është namazi. Këti mi bo, nëse namazin se ki, kur gjo s'ki. A kur gjo mësë me pasë, se namazin e këti ki. Ati është i bindun se ai që i gati namazit, Allahu ka me ngrit dunjo në ahiret. Edhe ashtë sa ma shumë na ngrisim namazin në zemrat tona, edhe njetën tonë, ashtë ma shumë Allahu na ngrit dunjo në ahiret. Pse? Se Allahu të granë, wa kemi salate li dhikri, fale namazin me më kujtu mu. Ai që kujton Allahun e madhreshëm me namaz, gjithsesi Allahu ka me kujtu atë vazhdimisht në jetën e tij. Vazhdimisht sa është gjallë pa dhe kur të vdese. E ngrit Allahu besimtarin, që e ngrit emrin e tij, që e ngrit adhurimin ndaj tij. Andaj adhurimi i sinqert është ai që të man ti gjallë edhe të man të lidhën me fen vazhdimisht. Shive na jemi njerëz edhe kanë ardhur normalisht kena qef na me u duk ma mirë sa që jemi, ma të mirë sa që jemi, ma të zotë sa që jemi. Kjo është normale. Këtë me danet banë shka dush, ama në adhurimin Allahut më zgabon me përdorë një teknikë tillë.
nuk bën parë, nuk bën dobi. Se Allahu vetë sinqeritetin e pagun. Edhe vetëm atë është problem. Dhe vetëm atë e rrit. Dhe sa më shumë që jemi të sinqert, aq më të mëdhej bëmi te Allahu subhanahu wa taala. Andaj tha wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din. Ata janë urdhënuar që vetëm sinqerisht të adhurojnë Allahun xhelal hunafa dhe të insistojnë ngelën në këtë besim të drejtë. Wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata, të falin namazin dhe të japin zakatin. Wa dhalika ad-dinul qayyim. Kjo është feja e fortë. Feja e fortë është adhurimi i sinqert, i cili na e man lidh zemrën me namaz, dhe normalisht puna e zakatit ka të bën me një gjë që njeriu e don shumë, pasuri, dhe në momentin që vjen puna me dhon ti e jep, kjo tregon se për ty Allah është më i madh edhe më i shtrenjtë se sa pasuria që ti e ke. Argumenti për agjerimin është ajeti: o ju që besuat, agjerimi ju është bërë detyrim, sikur se ishte detyrim edhe atyre që ishin para jush, kështu që të bëheni të devotshëm. Argumenti i agjerimit, ajeti pranon surën Al-Baqara 183, ajo që zakonisht hoxhallarët e përmendin para Ramazanit e Ramazan, o ju besimtarë, është bërë detyrë dhe obligim agjerimi, siç ka qenë obligim për popujt para jush. Domethënë adhurimi i agjerimit ka qenë i njohur edhe popujt para muslimanëve, para umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ka vazhduar edhe në umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E qëllimi i agjerimit është me ushtu devotshmëria në zemrën dhe shpirtin e besimtarit. Argument për haxhin është thënia Allahut subhanahu wa taala: për hir të Allahut vizita e shtëpisë është detyrim për ata që kanë mundësi udhtimi tek ajo. E kush nuk beson, Allahu nuk është i nevojshëm për krijesat. Domethënë, edhe ky argument tregon se haxhi është obligim për besimtarët, për ata që kanë mundësi. Mundësia është ekonomike, është shëndetësore, është hapësinore, domethënë në rruga e qelë, me pas pasuri që të çon në hax, edhe me pas shëndet i cili të ndihmon me shku në hax. Ai që e mohon këtë detyrë dhe obligim, ka shi Allahu xhelal, padyshim se ai njeri del prej feje dhe nuk llogaritet si musliman në fenë Allahu subhanahu wa taala. Kategoria e dytë, imani, ka 70 e ca deg. Do na jemi të fol për parimin e dytë fenë islame, me një fenë islame, folëm për nivelin e parë ose kategorinë e parë islamit, tash kemi duke fol për nivelin e dytë ose kategorinë e dytë imanin. Kategoria e dytë, imani, ka 70 e ca deg. Më e larta e tyre është thënia la ilaha illallah, e më e ulta prej tyre është largimi i pengesës nga rruga, kurse turpi është pjesë e imanit. Po. Shtyllat e tij janë 6: të besosh në Allahun, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit dhe në kader, paracaktimi i mirë apo i keq, qoftë ky për ty. Do thot autori përmend gradën e dytë ose nivelin e dytë të islamit që është imani, dhe thot është 70 e ca deg. Është pjesë e hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: el imanu bid'un wa sab'una shu'batan, imani është 70 e ca deg. Alaha kelimatu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha an at-tariq. Ma larta deg është la ilaha illallah dhe ma ulta është largimi i pengesës nga rruga, wal haya'u shu'batu min al-iman, dhe turpi është deg e iman. Kjo është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilin autori ka sjell si pjesë integrale të tekstit të librit të tij. Edhe kjo është mjeshtria e autorëve që fejnë e tyre mbështet në argument fetar. Nuk përdor shprehje të veta, filozofi të veta, pa mundohet shprehje që e përdor në përpilimin e librit të tij me qenë pjesë të marrura nga ajetet kuranore ose do thot fraza të marrura nga hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj i ka dhënë përparësi këtij formulimit për me tregu se imani 6 janë shtyllat kryesore, por realisht si deg të imanit janë përmi 70. E pastaj në pjesën e dytë thot wa arkanuhu sit, e shtyllat e imanit janë 6 dhe një thot sikur se përmendet në hadith, të besosh Allahun e Madhëshëm, melaqet, librat, pejgamberët, ditën e mbram, ditën e fundit, dhe të besosh kaderin për hajër edhe për sharr. Pra këto janë shtyllat kryesore të imanit, për të cilën shtyll ka sa dush me fol.
Kur themi na të besosh Allahun, ekzistimin e Allahut. Se Allahu është krijuesi i gjithësisë, se Allahu është ai që meriton adhurimin, se Allahu ka emra dhe cilësi të plota. E kështu me radhë. Pastaj kur folim na për melaqet, se kush janë ato melaqe, për çka janë krijuar ato melaqe, cilët janë roli dhe detyra atyre melaqeve, sikur se është për shembull rasti i Xhibrilit, rasti i Israfilit, rasti do thotë i Mikailit, secili melek e ka një detyrë. Melekul Mauti për shembull, Xhibrili alayhis salam e sjell Kur'anin, shpalljen, Mikaili e sjell furnizimin, Israfili i bjerë buris, për me ndodh kiameti, Melekul Mauti merret me marrjen e shpirtave, kështu me radhë, janë krijesa të krijuara nga nuri, edhe ato nuk gabojnë karshi Allahut Xhelal, dhe të gjitha urdhnat e tij i çojnë në vend. Librat e tij, shpalljet që ka shpallë Allahu Xhelal pejgamberëve, qofshin ato libra të plota, siç është Teurati, Zeburi, Injili dhe Kurani, apo janë suhufe, fletushka, që ka zbrit Allahu Ibrahimit a.s. edhe Musa a.s. Pastaj pejgamberët e tij, që janë një numër i madh i pejgamberëve, 136.000 pejgamberë, sikur se ka në hadith, ose 134.000. Edhe për tyre, domethënë 25 janë përmendur në Kur'an me emër dhe me biografi dhe me histori. Edhe pejgamberët njëjtë kanë detyrë me përcjell fenë Allahut te njerëzit, janë njerëz sikur të gjithë tjerët. Veçoria e tij është kjo se ata janë mbrojtur nga gabimet e tyre për shkak se e kanë një detyrë të jashtëzakonshme për cilën e fjalëve të Zotit. Besimi në ditën e mbram e ka kuptimin se ajo ka me ndodh, ka me qenë fundi i kësaj bote, dhe pastaj ka me ndodhur ringjallja, dhe ka me fillu llogaria, dhe pastaj ka me qenë përfundimi i xhenetit dhe xhehenemit, pjesë e jetës së ahiretit. Kur ka me ndodh, askush atë nuk e din. As pejgamberi, as meleku, ajo është dituri e veçantë e Allahut Dhul Xhelal. Yes'alunaka anis sa'a, kul in pyesin për kiametin, thuaj domethënë se dituria e saj është tek Allahu Dhul Xhelal. Edhe e fundit është besimi në kaderin e Zotit, caktimet që kanë të bëjnë me dijen absolute të Allahut. Allahu e din çdo sen që ka me ndodh, edhe mbas të dijes së tij i ka regjistruar gjërat në librin e tij. Pa ja imponuar njeriu me e bëni gjë tjetër. Njeriu vetë e zgjedh veprimin e tij, vetë e përcakton veprimin e tij, mirë pse Allahu e din me dijen absolute çka kemë zgjedh ti, çka kemë vepruar ti, e ka regjistruar atë dhe kjo është pjesë e kaderit. Po. Niveli i tretë është ihsani. Argumenti, wa dalilu ala hadhihi al-arkan sitta, qawlu ta'ala laysa al-birru an tuwallu wujuhakum. Nëse shërojmë ne pastaj. Argumenti fetar për këto 6 yllat e imanit është ajeti në surën 177 në surën Bakara, laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal-maghribi, walakin al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Nuk është bamirësi të ktheni fytyrën ka lindja apo perëndimi, po bamirësi është të besoni Allahun, 1, besoni ditën e mbram, 2, melaqet, 3, librat 4, pejgamberët 5. Çka ngeli këtu? Kaderi. Pa përmend në surën Qamar ajeti 49 thotë Allahu Dhul Xhelal, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar, na çdo gjë e kemi caktuar me kader. Andaj janë 6 yllat e imanit përmendura në Kur'an. Vazhdo të. Niveli i tretë është ihsani. Është një shtyllë që ka kuptim të adhurosh Allahun sikur ta shohësh atë. Megjithëse ti nuk e sheh atë, ai të sheh ty. Argument për këtë është ajeti. S'ka dyshim se Allahu është me ata që janë të devotshëm dhe me ata që janë bamirës. Drejja, niveli i tretë, grada e tretë, ihsani, edhe sikurse e përmendëm pak më herët, edhe këtu u konfirmua edhe një herë se ihsani ka veç një shtyllë. Ajo është adhurimi i Allahut në formën më të mirë të mundshme. Siç ka në hadith, an ta'budu Allah ka'annaka tarah. Të adhurosh Allahun sikur se ti e sheh atë. Po pse na jemi të vegjël dhe të kufizuar, nuk mundemi me pa Allahun e madhveshëm, atëherë ti adhuroj sikur se sheh atë. Po ajo që të ndihmon me arrit këtë nivel është fakti se ti nëse se shef s'mundesh me pa Allahun, Allah është ai që të sheh ty edhe të përcjell vazhdimisht. E kjo vetdije, kur të është e pranishme të besimtarët, e ngrit vëmendjen e tij.
edhe kujdesin ndaj asaj që e mendon, ndaj asaj që e thot, ndaj asaj që e vepron. Edhe mundohet edhe në adhurimet që i bën me dhon maksimumin. Ka dallim. Kur qohesh mu fal, shkele shka, edhe kur qohesh mu fal, edhe me bo më të mirë të mundshme. Edhe këtu po du mu nal pakës, për me jadhon një këshill. Pse? Sepse jeni të ri, edhe sot atë që e merrni dhe instaloni si vlerë, ju ngelet njët. Kur dilni me lutë futbal, luni futbal me entuziazmin më të madh të mundshëm. Jeni energjik, jeni, do thot, entuziast, jeni të vullnetshëm. 90 minuta nëse është loja, 50 minuta nëse është loja, 1 orë nëse është loja, sa do që është. Ti mundohesh me qenë produktiv gjatë gjithë lojës. Me dhonë maksimume. Edhe lu për ditë. Edhe për ditë mundohesh me dhonë maksimume. Pse? Se kishku me fitu. Kishku me fitu diçka. E kur qohesh me fal namazin, e bën në mënyrë rutinore, në mënyrë mekanike. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Semi Allahu limen, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Çka thaë? Çka u lute? Çka patën kujtes? Çka shkën men? Se di. U fala. Ky namaz është formal. Ky namaz është teknik. Çdo herë kur të marrësh tekbir Allahu Akbar, këshilloje veten, kujtoje vetes se ky namaz mund me qenë i fundit i jotit me Allahun xhelal. Me qenë takimi jot i fundit me Allahun xhelal. Edhe mundesh mas ti namazit mos me qenë gjallë. A do jesh i kënaqur që ky me qenë kjo me qenë dhurata jote e fundit që jep Allahu xhelal. Para mendoni, dikush e ka vendos, ka thonë hoq, po du me donë diçka dhurat. E ka marrë një letër gazete, e ka pështjell një gurabi të vogël edhe ta ka pru. Ti do Allah shpërblet, falemderes, po zakonisht pret një formë tillë për fëmijëve, edhe një njerit i cili ka shku e ka bler një dhurat, e ka shtjell me celofan, edhe pastaj me kur del, edhe ka shkujt, e ka nu një letër, ka bo një notes, një shkrim, aty do thot kushtim, edhe ta bjerë. Për shembull na krejt, çka do gjykonim? Do të thotë se dhurata e parë është hajgare. Se ka marrë një gulabi të shtëpia, ka shtimë një letër gazete, se ta ka prodhuar çka të dhuratë. Edhe dhurata e dytë, themi mashallah, ja pas ka ditë trenit. Nëse ti jep një dhuratë një njeriu, pse është më i ditshëm se ti, pse është më i mirë se ti, pse është më i madh se ti, pse është më i vjetër se ti, po ka dallim mes një dhurate dhe një dhurate. Të parës po themi hajgare, edhe tallje, dytës po themi valla pas ka pas shije, pas ka ditë trenit. Walillahi al-mathalul a'la. Allahu ta ka shembull më i lartë. E njëjta gjë ndodh kur ti për shembull e bën namaz formal, është sikur se kjo dhuratë me këtë leckën e pështjellur. Edhe kur e bën namazin si duhet me rregulla, edhe për kushtim është sikur se kjo dhurata e cila i ka krejt nishanët e dhuratës brenda vetes. E tash ti për shembull me kohë që i e feju, edhe ki të fejumen tonë, ti shkon e blen dhuratën më të mirë, edhe e pështjell, edhe i thubi në aty ku e blen, thu këshire e se kam për dhuratë, edhe kam për fejumen teme. Kërkon në më thonë me konë diçka e veçantë. Për shkak dashnisë dhe për shkak interesi që ki. Raportet tona me Allahun janë më të mëdha. Edhe gabimin më të madh që bëjmë këtë flasë edhe për veten teme. Që na vjen se më kushtu kualitetin më të madh të raporteve tona Allahut, na me Allahun sillemi më dobë se sa me njëri tjetrin. Për shembull, e dini ju si është puna. Kur takohesh ti me shokun tan për diçëm, je më i lidh me të në komunikim. Edhe te fjalët nuk ruhesh, edhe tek sjellja nuk ruhesh, është shok i ngushtë. Kur është dikush pak më i largët ose më i madh, ruhesh, mos ka fol, ruhesh, si sillesh, si dhe.
Na me Allahun e madhërisëm subhanahu wa taala sillemi më keq edhe me shokun e ngushtë. Megjithëse Allahu krijuesi jon kërkon prej neve raport madhërimit, respektit, nderimit, frikë respektit, dashnis, këto komponente do të mi pas brenda veprimeve tona në lidhje me Allahun xhelal. E namazi është momenti ku ti mundesh me manifestue, do thot, nivelin e raportit tanë me Allah. A e ki nivel të ullt, a e ki nivel të nartë. Edhe ajo bilet e ulemat e selefit është pa prej nga momenti ku kanë fillu me marrë abdes. Ulemat e selefit, ku kanë nisë me marrë abdes, janë zverdh. E kanë thonë shakia usumone. Thotë jo, jam të menu se tash kam me hin takim me Allahun xhelal. Kur keni provim pranos dikon ose provim të rand, këtë vjo ka panika. Shakibe, shkakishe nuk zeveni me të bolla, kam një provim të rand, dhe profesori shumë i rand, zi çka kam me bo. E njeri si ti fundit edhe me rand në atë provim, inshallah herën dhe dytë e kalon. E me Allahun xhelal ti për ditë hen takim me te, krijuesin ton. Edhe nuk ki hiç pranit vëmendjes tonë, pranit madhnimit tanë ndaj ti, frikë respektit prej ti, dashnis për te. Hen namazet dhe del për namazit, shpeshere formalisht, shpeshere nuk e kupton se çka e të bo. Megjithëse vllazni, po ja them edhe një herë, nuk ka vepër më të madhe që bën njeriu në jetën e tij, sesa me mu fal për Allahun xhallahu. Nuk ka vepër më të madhe. Kur gjë s'është e madhe në këtë botë, sa është i madh namazi. Sepse është momenti kur ti komunikon me madhninë e tij subhanahu wa taala. Këtë na më na dhon mundësia me fol me kryeministrin e shtetit, edhe fotografin e publikojmë ka mos edhe muhabetin e kallzojmë vazhdimisht, kam qenë, jam taku, kam thonë, ka thonë. Na për ditë ne jepet mundësia mu taku me Allahun xhelal. Edhe fatkesisht, sa ma shumë që na takojmë madhninë e tij, të një pjesë e jona, aq ma pak i rëndësishëm bëhet ai takim. Aq ma formal bëhet. Megjithëse realisht, sa ma shpesh takojmë me Allahun, ma shumë duhet mu ushtu dashnia jonë për te, dhe frikë respekti jonë për te. Dhe me shiju atë namaz në formën më të mirë të mundshme. Mos me pas nevojë neve në sabah me ardh baba dhe nona me na thirr 10 herë për më qunë sabah, po para se me thirr, para se me razile telefonin na me konë qut. Për dashnis edhe mallit. Sikur se na kap dashnia dhe malli i shtetitjes edhe udhtimeve. Kur kena me shku dikon, i themi shtëpis qire në 6 do të më qu. Kur vi shtëpis me qu në 6 në 5 e qu. Pi me rakit. Shka pse kemi shku me hezi, mu knaq. Ama na, kur vjen puna mu taku me Allahun, do të më konë emocion jonë edhe ma i theksu. Adrenalina jonë edhe ma e zgjume. Nivel ma të nartë. Edhe ajo që du me valon amanet të vllazni juve që jeni ma të ri, rini gati namazit sabahit. Rini gati namazit sabahit. Gjithë natën me bo muhabet e me fol. Është knatësi. Është shoqni. Po s'është asgjë në krahasim me namazin sabahut me xhamat. Kur gjë s'është. Rrini knaquni keni kohë, alhamdulillah. Ama rini gati namazit sabahut. Edhe pitash mjellën në shpirtin tuaj, në zemrën tuaj, namazin sabahut me xhamat me fal. Jo të shtëpia. Në xhami me dal. Dikush ka mundësi me thonë kam larg xhamin, s'kam me shku. Se cili e din shumë mirë se kur ka vullnet, kur ka dëshirë, këtë më jenë. Hajde ti nëse ki pak ma larë, ndoshta kitë një arsye, po ti që ki afër xhami. Do të me mësu vetën, se ju tash ndërtoni kulturën e jetës tuaj. E nëse doni me apo hajrin jetës tuaj, ndërtoni kulturën e namazit me xhamat. Edhe mundohu gjë namaz me falë xhami. Se të mos sabaj. Dhe keni me pa efektin pozitiv në jetën tuaj.
bereqetin, shnetin. Kanë me dalë pengesa shumë. Shejtani më njëon, rruga më njëon, mungesa kerit më njëon. Kanë me thonë edhe të familjes, ku shkon ti me sabah? Re, falë të shpija, më shkon xhami. Lloj pengesash, veç më nalë për xhamis. Ti thuj vetës fillimisht, unë jo, du me abo të erbije vetës sa bajnë në xhami me falë. Prej sot e sa t'jem gjallë. Kush e madhnon namazin e sabahut me xhamat, Allahu ja sjell bereqetin e sabahut në jetën e tij. A bereqeti umetit islam është sabah. Edhe ju vetë keni me pa pastaj sa të mira keni me fitu inshallah. Kështu që ihsani është kjo, që na të arrisim nivelin e kualitetit të ibadeteve tona. Dhe të mundohemi që të adhurojmë Allahun e madhëshëm me adhurim që i përket, i takon madhnisë të tij. Jo se na takon neve, se na jemi të vegjël, ama ajo që i takon Allahut është e madhe dhe tillë duhet me qenë. Dhe ajeti dhe mbështetuni në të plotfuqishmin mëshiruesin i cili të sheh kur ngritesh në këmbë, edhe lëvizjen tënde në mesin e atyre që falen. Në të vërtetë ai është dëgjues i dijshëm. Dhe ajeti ti nuk angazhohesh me asnjë çështje, nuk lexon asnjë pjesë nga Kurani dhe nuk bën ndonjë vepër vetëm se ne jemi prezantuesit tuaj. Kur ju ndërmerrni atë. Do tre ajeti i ka sjell autori për të vërtetuar këtë fakt të ihsanit. Allahu është me ata që janë të devotshëm dhe që janë bamirës, domethënë që arrin kualitetin e lartë në adhurimet e tyre të devotshmërisë, an-Nahl ajeti 128, dhe tha mbështet ju Allahu që është krenar dhe i mëshirshëm, ai që të shef ti kur çohesh dhe kur rrotullohesh me namazit, domethënë kur ti falesh, ai të shef. Sheve, do të thotë tawakkal 'ala al-aziz ar-rahim alladhi yaraka hina takum wa taqallubuka fi as-sajidin. Shef Allahu ti, edhe kur falesh, edhe kur nisesh me shkon në xhami, edhe kur falesh te shtëpia, shef Allahu ta, innahu huwa samiul alim. Dhe thot, keq çka bëjni jo. Ajetet e Kuranit që lexoni, punët e mira që i bëni, ka dëshmitar të cilët i përcjellin, i regjistrojnë edhe i shohin ato veprime. Argument nga suneti është hadithi i mirënjohur i Xhibrilit alayhis salam i përcjellur nga Omeri radiallahu anhu, i cili tha: Një ditë prej ditëve, duke qenë në afërsitë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja ku vjen një burr me rroba shumë të bardha e flokë shumë të zeza. E tek ai nuk vreshin gjurmët e udhëtimit as që e njihnin. Ai u ul përpara pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashkoi gjunjët e tij me gjunjët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe vendosi duart e tij mbi kofshët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e i tha: O Muhammed, më trego për Islamin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: Islami është të dëshmosh se vetëm Allahu e meriton të adhurohet dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i tij. Të falësh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh Ramazanin dhe të shkosh në haxh sipas mundësisë. Ai tha: Ke thënë të drejtën. Ai Omeri tha: Ne u habitëm se si ai e pyeti e pastaj ja vërtetoi fjalët e tij. Ai pastaj tha: Më trego për imanin. I dërguari i Allahut tha: Të besosh Allahun, melekët e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, në ditën e gjykimit dhe në saktimin, qoftë për të mirë apo të keqe. Ai tha: Ke thënë të drejtën. Ai tha: Më trego për ihsanin. I dërguari i Allahut tha: Të adhurosh Allahun sikur e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh, ai të sheh ty. Ai tha: Më trego për ditën e Kiametit. I dërguari i Allahut tha: I pyeturi nuk di më shumë se sa pyetësi. Ai tha: Më trego për shenjat. I dërguari i Allahut tha: Robëresha do të lind zonjën e vet, barinjet këmbëzbathur të zhveshur e të varfër do garojnë në ndërtimin e ndërtesave të larta. Pastaj ai shkoi. Omeri tha pas një çasti, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha: O Omer, a di kush ishte pyetësi? Unë i thash: Allahu dhe i dërguari i tij e din më mirë. Ai tha: Ai ishte Xhibrili, erdhi te ju që t'ua mësoj fen. Muslimi. Hadithi një orë kena me lexu edhe te hadithet e vjut, andaj sot nuk kena munduar shumë të, dhe desha me ju pyet, e dini se ka emrin ky hadith? Se do hadithe kanë emra. Hadithi Xhibrilit. Ky hadith quhet në për libra dhe të dietarët hadithi Xhibrilit. Andaj ashtu edhe tregojnë ulemat. Te puna e ihsanit, ulemat e kanë përmendur edhe një mesele kur e shohin
hadithin al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarah fa in lam takun tara fa innahu yarak. Ihsan është të adhurosh Allahun sikur se e shef ti, edhe nëse nuk e shef ti, ai të shef ty. Thonë ulemat, nga ky hadith, nga këto dy pjesë dalin dy nivelet e ihsanit. Niveli i parë është al-mushahada. Domthon të kesh parasysh sikur se ti e shef madhnin e tij. E nga pjesa e dytë, fa in lam takun tara fa innahu yarak, ai të shef ty, është al-muraqaba. Vedia se ai të përcjell ty. Andaj këto janë dy nivele të ihsanit. E para është mushahada, sikur se ti e shef atë, e dyta është al-muraqaba, vedia se Allahu ti shef pa marrë parasysh se ti e shef atë. Po.